Tu janë një racë mend biljard. Aktualisht është të bëni prezantimi i racës. E atje do përshkrime, do... Tu janë dhonat pasaporta e Lopës. Kjo me pasaporta me 37-40 quhet Sabin, e ka babën, nonën, edhe me... Do të thot i diet, baba dhe nona i Po, diet. 31,6 kg në ditë. E ka laktacionin e parë në ditë, ndërsa kjo me 34-49 plania e ka 8.170 laktacionin e dytë. Rësat është i mirë. I diet edhe datë lindja aty, 2019, 16/7/2024. Zoti gazetar, to është rregulluar me ligj. Fermeri ka obligim me majt dhonat e dopes prej viçit si të bëhet lindja deri në shitje. E ajo po shihet sentinelle 43 kg production. 43 kg është lop që e shpjegoj edhe eksperti gjenetike se lop me tiparet të larta gjenetike. Rekord. Prodhimtarisht mund të thuhet rekord. Vetëm jam fillim ke me 10.300 logët, 10.300 për laktacion, është 10.000. Këtë janë pira këtu, lop. Edhe vetëm nuk u dihet baba edhe nona që nuk kanë emra. Se këtë gjitha statistikat i kanë. Jo, i kanë... Edhe ata i kanë. To dihet edhe i mojnë 3 gjenerata si baba edhe nga nona i mojnë gjeneratat. Këta punojnë një sistem, dojnë me përmisu që dojnë me përmisu një fush, punojnë shumë atë, dojnë me përmisu proteinën, punojnë 2 vjet, 3 vjet me proteinë, që dojnë me përmisu mbashtrimin, punojnë atë fush, që dojnë me përnu prodhimtarin, me rritë prodhimtarin, punojnë fushat. Ta e mira është se kanë ekspert, edhe i nigojnë ekspert. E Kosova ka ekspert? Ka ekspert, ka këherë pak, fermerët pak janë egoista, nuk ndëgjojnë metoda ta shkojnë trajnime, kanë trajnimet obliguese çdo vjet me shku, edhe janë antar të shoqatave. Shoqata e përgatit edhe asistencën gjenetike, edhe asistencën për përgatitjen e racionit për ushqim.